ashtu siç e kemi bërë të ditur edhe tek njoftimi. Është një shkrim që e ka publikuar te Gazeta Panorama para disa muajsh, titulluar Paturpsia, dhe është në vazhdën ose është vazhdimi i shkrimit mbi hiperrealitetin, për cilën folëm para 2 javësh. Inshallah, profesori do ta sqaroj siç bëri edhe herën e kaluar shkrimin, dhe ata që kanë ndonjë ndërhyrje, paqartësi, kritik apo ndonjë shtesë, le të shkruajnë koment te grupi i Zoomit, ose të kërkojnë të ndërhyjnë, pra të kërkojnë, nëse kanë dëshirë, të ndërhyjnë, të marrin pjesë në diskutim. Mirë, inshallah, pa humbur kohën, po japim fjalën profesorit të fillojë. Bismillah. Selam alaikum. Abdullahi sa për parë, duke paraqitje që banin, duket se edhe unë përmena herën që shkoj, që ky shkrim i sotshëm që do shpjegojmë sot, ose për cilin do flasim sot, Paturpsia, është konceptu si pjesë e një triptiku, pra 3 shkrimeve që mund të qëndrojnë veç e veç, po e mira që të lexohen bashkë, edhe sepse ndihmojnë kuptimin e njëri tjetrit. Edhe i pari këtyre shkrimeve është hiperrealiteti, për cilën folëm aq sa folëm herës që shkoi, sepse në fakt shkrimi që biseda e javës që shkoi e përdori shkrimin si një sebeb më shumë për duke qëndruar në sqarimin e konceptit të hiperrealitetit, pa e çuar deri në fund logjikën e shkrimit në vetvete. Ndoshta sot do na jepet mundësia ta plotësojmë edhe këtë. Shkrimi i dytë pra është ky, Paturpsia, dhe shkrimi i tretë i këtij triptiku është titullohet Laicizmi i përkohshëm, edhe shpresoj të kemi mundësinë në një moment tjetër që të flasim edhe për atë. Po siç thash, shkrimet duhet që të lexohen bashkë, edhe unë pata pretendimin në një farë mënyre që ato të botoheshin njëri pas tjetrit në gazetë, po gjysmë prej fajit tim, se nuk i pata të gatshme në të njëjtën kohë, po edhe prej logjikës një gazete që ka ritmin e vet. Janë botuar brenda një hapësire, besoj prej rreth 20 ditësh, njëri mas tjetrit shkrimet. Po e nis duke rikujtu në një farë mënyre thelbin e hiperrealitetit si dukuri, si fenomen psikologjik dhe social. Në fakt të hiperrealitetit si, nuk e di nëse e thash përhimisht herës që shkoj, si fenomeni bazë psikosocial i shoqërisë postmoderne, i shoqërisë sotme pra. Pra po rikujtojmë shpejt, edhe që tham para 2 javësh, edhe pastaj kalojmë ke argumenti i ri. Pra, hiperrealiteti është fenomeni i të vepruarit, të kryerjes veprimeve pa modele. Po kaq është jo e saktë vetëm kaq ta thuash kështu, sepse veprimet pa modele mund bëhen edhe pa qenë hiperrealitet. Por për qenë saktë do themi që hiperrealiteti është strukturim dhe masivizim i veprimeve pa modele, ose e thon ndryshe, hiperrealiteti është kur veprimet pa modele bëhen praktika të gjëra sociale. Pra,
le të themi, fitojnë popularitet në masë, në një shoqëri të caktuar dhe aplikohen në mënyrë të natyrshme, të vetëkuptueshme nga pjesa më e madhe e pjesëtarëve të shoqërisë, si të tilla, pra si veprime pa modele, dhe fitojnë edhe një lloj natyrshmërie, pra duken sikur s'ka ndonjë anomali tek këto. Dhe në momentin që kjo ndodh, atëherë kjo shoqëri është e përfshirë pak apo shumë prej hiperrealitetit. Se paturpsia, të folur për paturpsinë, është i lidhur me, apo mund të jetë vazhdim i të folur për hiperrealitetin, sepse paturpsia është po ashtu çdo veprim i paturpshëm, më thënë, është një veprim i kryer pa model. Edhe po të thush vetëm kaq, prapë nuk thu në mënyrë të plotë edhe të saktë përfundimisht konceptin e paturpsisë, sepse është më tepër sa kaq, edhe më shumë sa kaq, po vlen për momentin që të theksojmë këtë që është e përbashkët. Një veprim hiperreal, apo ai që ne quajmë hiperrealitet, dhe paturpsia kanë një minimum të përbashkët. Pra janë të dyja veprime pa modele. Po hiperrealiteti dhe paturpsia nuk janë e njëjta gjë, dhe kjo vjen se përteksa që kanë përbashkët në bazë, kanë disa diferenca, në një moment 2 dhe 3, të cilat i ndajnë si praktika njerëzore për njëra tjetrës. E rëndësishme është që në fillim fokusohemi ke kjo. Çfarë do të thotë që veprimet kryhen pa modele? Ky është kyçi për ta kuptuar gjithë. Çfarë do të thotë që veprimet kryhen pa modele? Do të kuptoj kjo. Po që të kuptohet kjo, unë edhe herës tjetër shpresoj që e shpjegova, e paraqita mjaftueshëm. Pra që të kuptohet se çfarë do të thotë që veprimet kryhen pa modele, duhet një qartësi paraprake. Kur flasim për modele, unë po ashtu në një mënyrë përafërt, se nuk është fiks po ashtu që modeli është koncepti, po për të qenë e kuptueshme, e përdora shpesh herës që shkoj fjalën termin model dhe termin koncept si të ndërkëmbyshëm, si sinonime me njëri tjetrin. Janë të ngjashëm dhe për atë që duam neve të kuptojmë, mund të ndërkëndehen me njëri tjetrin, megjithatë nuk është e njëjta gjë, prapse prap, edhe në këtë rast, koncepti edhe modeli. Por ama çfarë kanë përbashkët? Modelet janë brenda. Kjo është më e rëndësishme, janë në mendje. Edhe ajo që tha për hiperrealitetin, dhe ajo që po të themi sot për paturpsinë, janë argumente të rëndësishme, sepse janë na ndihmojnë që të kuptojmë se si ndërvepron mendja brenda me botën jashtë, se çfarë efektesh ushtron mbi mendjen tonë procedurat njohurit e interpretimit të realitetit, dhe shpresojmë në një moment përfundimtar, final, që të tregojmë edhe se si, në fakt, ka mënyra të organizimit të realitetit, të cilat e den seriozisht në rrezik veprimtarinë mendore, njohëse, interpretuese, koduese dhe dekoduese të mendjes së njeriu, që është thelbi i asaj që e bën njeriu qenie me dinjitet dhe qenie kreative. Pra duhet kuptohet, nëse duhet shpjegojmë veprimet, çfarë do thotë veprime pa modele, fillohet prej kësaj. Modelet si koncepte apo qoftë si struktura më të përbëra janë brenda, pra e kanë habitatin e tyre, territorin e tyre, ambientin e tyre të u lindin edhe zhvillohen në brendësitë e njeriu, le të themi tek mendja njerëzore. Veprimet, paktën në këtë aspekt që po flasim neve, këto 2 javë, këto 2 herë, veprimet janë realitet ekskluzivisht i jashtëm, pra janë ajo çfarë manifestojnë njerëzit në sjelljen e tyre të përditshme në raport me botën, me shoqërinë dhe me njëri tjetrin. Veprimet pa modele në këtë kuptim do të thotë veprime që bëhen jashtë dhe që e kanë shkëputur relacionin e tyre, referencën e tyre me modelet brenda, me konceptet brenda, ndryshe, po njëjti term në këtë rast po e përdorim prapë si sinonim, për këtë rast është mjaftueshëm, termi kuptim, pra dhe koncept dhe kuptim dhe model
nuk bëjmë keq i përdorin këtë mundin për tyre, mjaft që të kuptohet që të gjithë to janë brenda dhe shërbejnë si le të themi si referim për llogaritës saktësues i asaj çfarë bën njeriu kur do të kryejë një veprim jashtë në një moment saktuar gjatë ditës vet. Dhe kur themi veprime pa modele, atëherë kjo është një gjë, kur themi hiperrealitet, kur themi paturpsi, pak po përqendrohem për momentin ke këto dy mundësi të veprimeve pa modele, do të thotë që është shkëputur lidhja midis modeleve brenda dhe veprimeve jashtë. Po kaq do ta thotë, po s'thot akoma më tepër, ose sa thot s'kemi thonë akoma më tepër, si ndodh që një veprim të kryhet pa model. Unë po të citoj Kalimthi, se ndoshta është një citim që mund të jetë produktiv, po të citoj pa pretendim akademik, po të citoj duke u referuar te kujtesa ime me sa mbaj mend, pra nuk jam i sigurt se në cilën vepër Platonit, bëhet fjalë për një citim Platonit. Është kjo që do them tani, po është një fjali me veti të lartë sintetike, në një fjalë që unë po e sjell si citim se shpresoj që të kapet kollaj dhe të mbahet mend kollaj edhe të jetë le të themi kristalizuese e kësaj që po themi në mënyrë të shpejtë edhe të mjaftueshme. Platoni thotë, ideet, po le të themi konceptet neve ose modelet, ideet janë të padukshme, por kanë kuptim. Gjësendet janë të dukshme, por s'kan kuptim. Ideet nuk janë të dukshme, pra, janë padukshme. Ne edhe me njëherë e fusim në veprim gjithë çfarë dim tani. Ideet janë padukshme, që është formulimi i Platonit, po me atë që thamë, pra ideet janë në mendje. Mendja është e padukshme, nuk e shoh. Ose ne themi brenda, ai mund të thosh ideet janë brenda dhe të padukshme. Është e njëjta gjë që ti shkriftojmë dhe ti rentabilizojmë marrëdhënien midis koncepteve që po përdorim, mos i ngatrojmë apo mos i mbajmë veç me njëri tjetrin. Shohim se ato në fakt nuk përdoren shpesh në vend njëri tjetrit. Pra, ideet janë të padukshme, por kanë kuptim. Ndërkohë që gjësendet, le të themi objektet ose çfarë është jashtë nesh, si rregull, janë të dukshme, por nuk kanë kuptim. Çfarë do të thotë që nuk kanë kuptim? Një ndërtesë, një lopatë, ç'të them, një shatrivan. Çfarë do të thotë që s'kan kuptim? Nuk e kanë kuptimin aty ku janë. Kuptimi i tyre gjendet ke kush? Ke mendja e projektuesit tyre. Ai e ka pas kuptimin në mendje dhe duke ndërtu me saktësi rrugën nga brenda jashtë, pra për ta nxjerrë dhe për ta realizuar jashtë atë që ka si model mendje, ka arrit ndërtojë një gjë të jashtme. Ajo gjë e jashtme, nëse ne e shkëpusim nga mendja e atij që e ka krijuar, është e dukshme, po s'ka kuptim. Dhe e kundërta, nëse dikush ka një ide në mendje, po s'arrin kurrë atë ta plazmojë jashtë. Ai ka një ide, ka një kuptim, po ai nuk ka kurrë ndërveprim, dhe nuk ka kurrë impakt, dhe nuk ka kurrë ndikim mbi botën e jashtë. Atëherë, kur ne themi që hiperrealiteti dhe paturpsia janë kryerje të veprimeve pa modele, jemi duke thënë saktësisht që ka një shkëputje midis të brendshmes dhe të jashtmes, sepse modelet janë brenda dhe veprimet janë jashtë. Po të themi të kundërtën e kësaj, që të kryen veprimet në modele, siç është norma, ne besojmë se kjo është norma, nuk e kemi diskutuar ndonjëherë, me siguri që kjo është e vetë kuptueshme. Kryerja e veprimeve me modele në origjinë, nga pikpamja teknike, do të thotë që të ketë një shteg të kollajt me dy kalime midis brendshmes dhe të jashtmes. Të jetë e thjeshtë, elementare, familjare, kjo lidhje midis asaj që është mendja e njeriu brenda dhe asaj që është realiteti ku vepron kërcjeni njerëzore me mendjen e vet brenda vetes vet në botën që jeton, në kohën që jeton.
duhet që të garantohet një trajektore, një rrugë me lëviz me dy korsi minimum, ja? Pra ku ajo që është brenda të ketë mundësi të dalë jashtë apo të ndërveprojë me atë që është jashtë, ajo që është jashtë të ketë mundësi të referojë me atë që është brenda. Vetëm nëse garantohet kjo, atëherë njeriu mund të rryjë normalitetin e vet, që njerëzor mund të rryjë normalitetin e vet në ndërveprimin me realitetin, dhe thotë që të kryejnë veprimet me modele, është ajo që neve po e paraqisim si normën, si normalitetin përkatësisht. Po si mund të ndërpritet lidhja midis brendshmes dhe të jashtmes, se në një farë mënyrë kjo është, po ndërprej lidhja midis brendshmes dhe të jashtmes, ti nuk ke çfarë bën më. Pra ti duhet përpiqesh që kjo mos ndodhi kjo shkëputje midis mendjes që është brenda dhe realitetit që është jashtë. Po që se kjo shkëputje ndodh, kjo ndërprerje ndodh, ky stakim ndodh, atëherë hiperrealitetin e kemë rrapa derës, është i pashmangshëm, paturpsinë po ashtu. E po që se këto bëhen, strukturohen edhe masivizohen edhe zgjasin kohë, si hiperrealiteti, si paturpsia, atëherë rreziku i rreziqeve është, unë e përmenda edhe herës që shkoj, rreziku i rreziqeve është që ti, unë, ne, gjithë, e kemi mendjen brenda, e kemi edhe ndjesinë që e kemi mendjen brenda, sa është çështje ndjesie, ti e di për zbrendshme që kemi mendje, por është një ndjesi, le të themi, boshe, që s'prodhon gjë, sepse ti mendjen praktikisht nuk e përdor më. Nuk e përdor për t'i dhënë kuptim asaj që po bën ti edhe tjerët në botën ku jemi, sepse ato gjërat që bëhen jashtë me një mendje të burgosur brenda, që nuk ka më kontakt me të jashtme, nuk ka më impakt me të jashtme, ato veprime që kryhen jashtë, kryhen vetë në një farë mënyrë. Vetë legjitimohen, nuk kanë më nevojë për mendje. Kujdes, nëse ndodh kjo, njerëzit veprojnë pa mendje, nuk janë të shmendur. Nuk është ky rasti. Se neve në mënyrë klasike themi i çmenduri vepron pa mendje. Edhe me siguri që është kështu. Po pas ka një fenomen të çuditshëm, për cilin jemi duke folur, pra, që veprimet kryhen pavarësisht prej mendjes, dhe njerëzit që bëjnë këtë nuk kanë asnjë simptom ose nuk kanë asnjë shenjë që psikikisht nuk janë në rregull. Pra janë në rregull nga mendja fiziologjikisht. Mendja atyre fiziologjikisht funksionon, por nuk funksionon, le të themi, kulturalisht. Mendja atyre është shndruar në një lloj apandesiti, siç kemi apandesitin, që është një lloj zone qorre në trupin e njeriu, praktikisht pa funksion, është aty, por nuk përdoret. Dhe që e jep ti e ndjen që e ke apandesitin dhe kur ai smuret. Pra, kur kalon në patologji. Dhe hiperrealiteti përjetohet kështu, le të themi, në një lloj narkoze, si një gjë mpirëse e lehtë, vazhdueshmërisht e lehtë në një farë mënyrë. Dhe mund të themi në analogji me atë që thamë para pandesitit, që ti e ndjen që mendja jote ka punu bosh gjatë gjithë kohës, ka qenë aty, po s'është përdor, vetëm kur kalon në anomali, le të themi, psikike, të tilla si depresionet apo ezaurimentet nervore, ku njeriu kupton fort, kupton deri në fund që nuk është në gjendje me mendjen e vet që t'i pajisë gjërat me kuptim. Ekziston ka pra mundësia, është e rëndësishme që ta kuptojmë, ekziston mundësia që njerëzit të mësohen pa gjë normale, të kryejnë veprimet pa modele. Po pse ekziston kjo mundësi që praktikisht do duhet të ishte një skandal, dhe mund të thonë se ekziston kjo mundësi, ekziston që ç'kemi atë. Ku e ka origjinën? Në një farë mënyrë e ka origjinën, po ke ajo që njerëzit në përgjithësi e dinë. Aty ke shkrimi, unë nuk e di a ka shpërndarë Abdullaj dhe kanë pas mundësi edhe që janë online, ta kemë lexuar. Po, aty ke shkrimi përmendet si mundësi e kryerjes
së veprimeve pa modele, kur njeriu nuk arrin dot që ta përpunoj në kohë reale ato që po ndodh para syve të tij, ato që po bën ai apo bëjnë tjerët. Le të themi, gjithë ne, në një mënyrë ose në tjetër, mund të kemi qenë përfshirë në situata aksidenti, pra që ka ndodhur një gjë fizikisht e pa kontrolluar në një përmas, në një rend tjetër superior që e ka përcjellë rendin e veprimeve tona të përditshme, dhe si rregull me rezultat të pakthyeshëm. Aksidenti në një farë mënyrë ka një lloj kapaciteti tragjik. Ajo që ndodh, prandaj quhet aksident, ajo që ndodh nuk kthehet më mbrapa, ajo që prishet nuk ndrejhet dot më. Kjo përboj, që është një përboj e rrallë, është sporadik, e herë mas hershme, e rrallë si rregull. Nuk është rutinë, nuk është e përhershme. Mjafton që ta kuptojmë. Ajo që mënyra se si ne përjetojmë përfshirjen tonë në një aksident, është aksidenti ka atë impakt te rendit të zakonshëm të marrëdhënies sonë dhe prime, pikërisht nga që aksidenti ndodh pa model. Prandaj është aksident ai. Ti nuk ke se si ta zbërthesh, ta interpretosh ato që ndodhi, sepse mendja jote nuk të furnizon dot në modele, të paktën apo në, për ta kuptuar atë, për ta sistemuar atë, për ta kataloguar atë, për ta skeduar atë, se i bën mendja të gjitha këto. Ose situata të tjera ekstreme në jetën e njerëzve, kur ne përfshihemi në situata sherrësh, përleshjesh, debatesh të forta që na tensionojnë. Edhe që ti më mbrapa kujton sikur e ke përjetuar si në ëndër. Në fakt se e përjetuar si në ëndër, e ke përjetuar si një copës, si një fragment hiperrealiteti. Thënë ndryshe thjesht, ai veprim, ajo situatë, ai moment tensioni, ajo sekuencë tensioni, është përballur jashtë rendit të zakonshëm se si ne i përballim gjërat. Ne i përballim gjërat me pranimin të dobët ose të fortë gjithsesi të modeleve. Kurse në tilla situata, praktikisht neve sado u përpoqëm, nuk arritëm dot që të aktivizojmë modelet në mendje, brenda të padukshme, për të interpretuar, përpunuar realitetin akut në cilin u përfshim. Prandaj dhe këto veprime, po shpjegoj atë që në shkrimi quhen veprimet akute. Veprimet akute nuk janë smundje, nuk janë anomali, nuk janë të tmerrshme në kuptimin moral të fjalës, janë të pashmangshme. Në këtë botë jemi të destinuar që të përballemi dhe me veprime akute. Nuk dëshirojmë përballemi, po jemi të dënuar në një farë mënyre, nuk i kërkojmë, po si shmangim asdo, sado që përpiqemi. Dhe to veprimet akute janë përvoje natyrshme e jona me faktin që veprimet mund të kryhen pa modele. E mira e veprimeve akute, ose le të themi pozitive ke veprimet akute, cilësi pra që po e vëmë duke tani, e mjaftueshme që t'i mbaj në mënyrë definitive të ndara, të veçuara veprimet akute, qoftë nga hiperrealiteti, qoftë nga patologësia, është fakti që veprimet akute, kur ne përfshihemi, pra aksidentet apo sherrat apo debatet apo tensioni në situate me radiacion të lartë në farë mënyrë, kur përfshihemi në to, ne nuk e kërkojmë mungesën e modeleve, ne ndjejmë mungesën e modeleve, ne e vuajmë mungesën e modeleve dhe jemi në kërkim që të mbërrijmë pikërisht përmes këtij tensioni, të arrijmë pikërisht këtë modeli. Nëse konstatojmë që për momentin në mënyrë imediate na mungon, kemi qenë të papërgatitur që të kemi një model paraprak për të, atëherë veprimi akut si rregull nuk na lën që të familiarizohemi me këtë mungesë modele, por përkundrazi na nxit që ta përjetojmë të si një anomali, na nxit që ta kapërcojmë sa më shpejt që të mundemi. Dhe kapërcim në këtë rast do të thotë që ti të jesh në gjendje që të japësh kuptim asaj sa më shpejt të jetë e mundshme. Si ja dhe do përpara, sepse si rregull modeli duhet të ekzistojë përpara dhe koha që duhet gjatë ndërveprimit është kohë, le të themi, e mbërritjes së asaj që është e përbashkët midis modelit dhe veprimit.
Po në momentin që ti se ke përpara modelin, mundohesh ta ndërtosh në kohë reale, dhe nëse se ndërton në kohë reale, ti je i shqetësu sa kohë që se ke korrespondimin me modelat veprim që të ndodhi, atë aksident, atë tension ku u përfshihet, të jashtëm, dhe bie rahat në një farë mënyrë kur ti mbërrin në një mënyrë se ta stabilizosh një model postum më mbrapa në mendjen tënde, që jep kuptim thash postum mbrapa asaj që ndodhi përpara. Por kjo është tendenca e veprimeve akute. Ato nisin dhe ndoshta dhe konsumohen si veprime pa modele, por ato e refuzojnë kollajllëkun e pranimit si të vetë kuptueshëm që ky veprim është pa model, s'pati model, s'ka pse të ketë model, s'do ketë kur model, nuk janë tu e vrar meje pse s'ka model e kështu me radhë. Jo. Ti përpiqesh, e vun fakt që s'ka model, përpiqesh ta gjesh modelin, mirë apo keq ja gjen një model në një moment të dytë, të tretë kështu me radhë. Ama përvoja jonë me veprimet akute do mjaftonte për të thënë që ja është e vërtetë që ne mund të kryejmë veprime pa modele. Është e vërtetë që mendja mund të mos përdoret në kohë reale. Ja mos harrojmë, këto janë ligjërata për mendjen në farë mënyrë. Unë e përmend ato herë si shkoj. Në kohën që ne jetojmë, mendja, ndryshe thënë të menduarit, si gjëja që bëjnë të gjithë mendjet, është në rrezik. Në kuptimin që po shndrohet në një veprimtari gjithmonë e më pasive, gjithmonë e më pak përdorur, madje gjithmonë e më pak të dëshirueshme, athuese dhe jo në fakt athuese, se gjithmonë më tepër duket sikur njerëzit kanë frikë mendojnë, madje jo duket, po kanë frikë mendojnë, kanë ndonjë frikë irracionale, kanë gjuhën e veshtë e mi që po mendove shumë lajthit, që s'ka lidhje në fakt me vërtetën që po mendove shumë lajthit, se ka edhe ku një vërtetë, po mendove shumë për gjëra që s'ke çfarë mendon lajthit. Po mendove shumë për gjëra gjithmonë të reja, gjithmonë të rëndësishme, jo nuk lajthit. Po e mprej inteligjencën tënde, kjo është e vërtetë. E rrit atë, e rrit veten tënde. Ama kjo është bërë një lloj, le të themi, bestytnie në farë mënyrë. Duket sikur gjithmonë më tepër njerëzit gjejnë justifikim në mospërdorimin e mendjes. Sebetari kryesor me familiarizimin e njerëzve për mospërdorimin e mendjeve është realiteti, e përmendëm herës që shkoi. Po sot është radha të flasim për paturpsi dhe pastaj në fund fare shpresoj që edhe të konkludojmë diçka rreth të dyjave së bashku, edhe për paturpsinë dhe për hiperrealitetin. Atëherë pra, qenka e mundshme është e mundshme, shpresoj të ketë bërë qartë. Është e mundshme që të bëjmë veprime pa modele, bëjmë veprime pa kuptim paraprak, as edhe pa veprim të mëpasme kështu me radhë. Çështja është që veprimet akute statistikisht janë një pakicë krahasuar me veprimet normale që bën qenia njerëzore si rregull në jetën e vet. Dhe në këtë kuptim rreziku që mund vijë që veprimet akute të infektojnë pjesën tjetër të veprimtarisë njerëzore me këtë mënyrë, pra të kryer veprime pa modele, është një rrezik i vogël, praktikisht i papërfillshëm. Çështja është ndrohet në problem kur kryerja e veprimeve pa modele shndrohet në strategji kulturore të shoqërisë të cilën jetojmë, shndrohet në mënyrën se si i paraqitet realiteti, i filtrohet realiteti publikut, pra masës së vetëdijshme të njerëzve që kanë ndërtuar një jetë përbashkët me një bashkësi caktuar, në një kohë caktuar, në një vend caktuar. Ka veprime të tjera të cilët kryhen pa modele, jo si veprimet akute, nga halli, sepse s'ke çfarë bën në një situatë të paparashikuar, ti nuk je në gjendje, nuk e përkthen dot situatën. Nuk e enkodon, as nuk e dekodon atë dot. Gjithë në ndodh. Po siç thash, përpiqesh që ti jesh të të kaloj sa më shpejt kjo, përjeton si një anomali, si një tronditje, dhe nuk e pëlqen ti jesh këtu. Por ka veprime që kryhen pa modele,
jo të pakërkuara, po të projektuara pikërisht si të tilla. Për t'i vënë njerëzit para faktit të kry, dhe përmes faktit kry, dhe si mund bien njerëzit më saktë para faktit të kry, duke u paraqit atyre modelin, duke u paraqit atyre veprimin, sikur veprimi është në kohë edhe veprimi, edhe modeli vetes vet. Kjo është gjëja më e çuditshme që mund ngjoshit sot me fjalë edhe prej meje. E kam fjalën. Dhe shpresoj që po arritëm ta kuptojmë këtë, ta shpjegojmë mirë, është gjëja më e rëndësishme. Do përsërisë vazhdim. Se nuk kam ikë. Pra, një shembull që mund kuptohet sidomos nga publiku maskullor. Ka 2 apo 3 vjet, se mund të ketë më shumë. Është që në botën e futbollit është fut një sistem i demarkimit të aksioneve në ndeshje që quhet VAR, se di se si është një akronim i 3 fjalëve në anglisht. Ai VAR-i nuk kupton që një aksion të kapet, të fiksohet, të vëzhgohet në mënyrë të dendur, të imtë, të një pasnjëshme dhe mos shfutoj asgjë nga ajo që ka ndodhur. Nuk ka rëndësi, ka raste që VAR-i ka funksionuar me sa shohim futboll, po në më është rëndësishme dim që ka raste që VAR-i nuk hyn punë, si vjen fare do ta përcaktosh, edhe pse është VAR-i atë. Po edhe kjo nuk është e rëndësishme. E rëndësishme është kjo, përfytyroni sikur VAR-i ishte permanent. Çdo pasim të kërkonte VAR. Ky do ishte hiperrealitet pas. Se çfarë është hiperrealiteti? Mënyra e filtrimit të atij realitetit, të ndeshjes futbollit, ke publiku, ke tifozët është ky. 2 pasime, ndërpritet ndeshja. Filmohet, jepet atje në ekrane, me imtësi, mbaroj, jepet i gjykim për atë, pritim, vazhdojmë, aty ku kemi lënë topin. Po të ndodhi kështu, ndeshja futbolli nuk është më ndeshje futbolli, ku ti ke një ide se si duhet të jetë, ke ca modele, edhe pastaj shef në kohë reale dhe duke i parafruar ato modele, kur mundesh të përfiton, kënaqesh dhe hidhërohesh, dhe në fund fare mbyllet e gjitha. Jo, kjo në këtë moment bëhet hiperrealitet. Tjetër gjë që e lash në një farë mënyrë pa e saktësuar, në rastet kur VAR-i nuk është në gjendje të përcaktojë se çfarë është me të vërtetë e lejuar apo ndaluar, duhet apo s'duhet, quhet apo mos quhet ajo ka ndodhur, tregojnë se në të vërtetë vetë veprimi, aksioni, trajektoria topit, lëvizja lojtarëve kështu me radhë, ai është vetë modeli. Ai nuk ka një realitet në mendje me cilin të ballafaqohet, me cilin krahasohet, edhe të marrë koeficientin e vet të vlerës. Po në botën e futbollit mund ta shpjegojmë në një mënyrë tjetër. Ai që e transmeton ndeshjen direkt si rregull, keni parasysh është një gjë më e hershme se teknologjia VAR-it. Ai që komenton ndeshjen direkt është gjatë gjithë kohës duke u përpjek që të tregojë se në kohë reale ka kuptim ose ka vlerësim për atë që ndodh atje. Ke ritmi, ka ajo që ndodh në ndeshje. Si ky që e komenton ndeshjen drejt për drejt, si ato që në një moment të dytë mbledhen, keni parasysh emisione sportive sa popullore që janë bërë. Janë bërë popullore sepse në thelb janë të gjitha ushtruese të kësaj që i ka hyrë në gjak dhe në zemër njerëzve sot, që është konsumimi veprimeve pa modele. Do të thotë, lavdërohet gjithmonë ai që fiton, edhe qortohet ai që humb. Lavdërohet gjithmonë le të themi një veprim i bërë aty në moment, në kohë reale, si veprim që ti e shef për herë parë, e thuaj pa me se kam pa asnjëherë, dhe lavdërohet duke mos thënë se keni një model në kokë, apo lavdërohet duke treguar të mëdhisht. Veprimi dhe modeli janë aty para syve. Ose marrin nga fusha e arkitekturës. Kur bëhen ndërtesat, ka qenë përpara, tani se di ndoshta kompjuteri ka eliminuar këto, bëheshin makete. Do të thotë në miniaturë bësh ndërtesë
me materiale të manipulueshme me. Ai modeli në vetvete, në qoftë se ti e ndërton si një mënyrë për të kuptuar se si do jetë pallati. Ai modeli në vetvete nuk mund të përdoret si referencë për arkitektin dhe punëtorët për ndërtu pallatin. Jo, për arkitektët dhe punëtorët si referencë për ndërtu pallatin shërben skicat, dhe ajo që është ke mendja arkitektit. Në qoftë se do ta hiqim mendjen e arkitektit, pra do bësh maketin, edhe do ta hushim arkitektin. Edhe i thoshim bëje tani. Edhe mund ta bëshin, me siguri në durar. Po ai që do bënte ai do ishte çfarë? Të ndërtonte një gjë me modelin jashtë. Pra një pallat madh, i cili ta kishte modelin e vet, një pallat të vogël. Kjo është logjika e gjërave pa modele të brendshme. Kjo është logjika që veprimi shndrohet në model të vetes vet. Kjo është logjika që një gjë që është ekspozuar para syve të gjithëve, është në të njëjtën kohë veprimi, është në të njëjtën kohë edhe modelimi i veprimit. Pra do të thotë përcaktimi i vlerës së tij ose përcaktimi i rëndësisë së tij të jetë një gjë që ndodh në të njëjtën kohë me veprimin në kohë reale me veprimin në kohën që ai ndodh. Po ashtu ke shkrimi e keni përmendur. Një shembull tjetër. Gjithë në përgjithësi programet televizive më të përhapura sot, më popullore, ashtu quajtura reality show. Janë të gjitha si rregull janë hiperrealitet, me siguri, me momente të panumërta paturpësie në mes. Por e rëndësishme është kuptohet, thelbi i një Big Brotheri, po marr këtë si shembull, është që aty personat që janë shtruar personazhe, kanë pranuar nga persona, pra që janë larg, personi është diçka e lavdëruar, e lakmueshme, e jashtëzakonshme. Kanë pranuar të ulin nivelin e tyre të qenit, kanë zbritur nivelin e poshtë, janë bërë personazhe, jo kundërta, pra personi është një gjë e lakmuar. Personazhi është një gjë më ulët, dhe personazhi në vetvete nuk kupton pikërisht këtë. Personazhi është ai që vepron pa modele, ose personazhi është ai i cili i jep spektakël të tjerëve përmes shpejtësisë me të cilin veprimi i tij bëhet para syve tyre. Ai nuk reflekton. Reflektimi i tij është në vetvete një veprim, sepse ai reflekton me zot lart. Pra nuk reflekton brenda, reflekton jashtë. Dhe reality show si rregull janë të gjitha laboratorë të mëdhenj të promovimit të veprimeve pa modele. E në këtë kuptim janë procedura të programuara, zakonisht jepen në prime time, jepen në kohën kryesore kur ka publikun më të mundshëm në dispozicion. Pra janë procedura të qëllimshme për me familiarizu njerëzit me ekzistencën e veprimeve pa modele. Që thot, janë emisione, nuk e di tani se sa vetëdijshëm janë deri në fund ato që përfshihen në to, përmes të cilëve bie dhe zvoglohet pesha e mendjes së publikut. Publiku nuk ka nevojë për mendjen që ta shijojë atë që po i paraqitet nëpërmjet një reality show, sepse mendja s'ke pse ta kesh dhe s'ke pse ta lodhësh, përderisa veprimi flet vetë. Veprimi është interpretuesi vetes vet. Veprimi vlen aty ku është, nuk vlen duke e marr informacionin për të dhe duke përpunuar diku tjetër, siç është mendja. E në qoftë se këto shihen gjithmonë më tepër nga më shumë njerëz dhe pëlqehen dhe komentohen, komentet që bëhen më mbrapa mund të hajë debat që e ka përcjellë në mënyrë se i tjetër hiperrealitetin. Por shihimin e reale, le të thënë një lloj mahnitje, një lloj të qenit, një lloj shtangje, me gojë hap përballë ekranit, gjatë kohës që reality show ekzibicionon në kohë reale, nuk është gjë tjetër vetëse një ushtrim i programuar i hiperrealitetit me efekte gjithmonë më të pa shmangshme në mendjet e publikut, i cili mësohet, familiarizohet me mundësinë që një njeri, disa njerëz mundet në mënyrë vazhdueshme të bëjnë veprime pa modele, të përfshihen në
një skem totale veprimesh për modele, siç është një kokull jo sa 3 muaj që rrin ato brenda në një fluc të madhe, siç është ajo shtëpia tëra gjatë gjithë kohës e vëzhguar. Po pse një reality show është një hiperrealitet? Është një emision tjetër për puthën që thuhet tani, me fjalë diçka e ngjashme, pa qenë tamam e njëjta. Pra pse një Big Brother është një hiperrealitet? Mos e harrojmë çfarë thamë në fillim. Modelet janë në mendje dhe që ti të bësh veprimet në modele, duhet që të ketë një ndërveprim, të ketë një rrugë të dy anshme, një shteg me 2 kalime, që lejon që informacioni i jashtëm të hyjë brenda të përpunohet dhe nga përpunimi, sublimimi, sintetizimi që i bën mendja, të japi urdhrat përkatës se si do vazhdojë marrëdhënia e njeriu në realitetin e jashtëm. Nëse ti je gjatë gjithë kohës i vëzhguar, siç është rasti i reality show, pra në çdo moment ti je përpara kamerave, çdo bisedë jote është para kamerave, çdo gjesti joti është para kamerave. Çdo marrë frymë jotja është para kamerave. Atëherë ja ku ajo që përmendëm parë, veprimet akute, thamë, veprimet e jashtëzakonshme, veprimet tensionuara, të cilat ndodhin her mas here. Jo, këto janë her mas here. Nuk janë një përjashtim, janë një rregull. Ti je gjatë gjithë kohës duke bërë një veprim të jashtëzakonshëm, sepse ai, po pse bëhet i jashtëzakonshëm ai? Sepse ai mund të jetë është i tërë i vëzhguar, i regjistruar dhe në çdo moment potencialisht mund të rikthehet për tu vëzhguar nga të tjerët. Pa qenë ti dot aty, pa qenë dot në gjendje të tregosh se çfarë kuptimi kishte ajo, çdo shpjegim që ti i bën, se kërkohet që ti bësh një shpjegim, se ta thollën prapë përpara. Shpjegimi që bën është po jashtëm, nuk le njeriu të kesh shpjegime të brendshme më, gjë që ne e dim na ndodh për fat, na ndodh, kemi komoditetin, na ndodhi në botën jashtë reality show. Në reality show ti nuk mund ta mendosh se mjafton kuptimi që ke ti brenda për një veprim të caktuar. Dhe sa gale tjerë, kush kupton, kush nuk kupton, do vi koha që gjërat shkojnë në vendin e vet. Jo, nuk e ke këtë. Ky luks është i pamundshëm, në fakt nuk është luks. Është një le të themi është një premisë minimale që duhet ta gëzojmë si drejt ne dhe mendjet tona. Pra, një njeri në reality show që i nxjerr përpara veprimit vet, i thuhet komentoje tani, mbroje tani, ai me ligjëratën e vet të radhës, kujdes, nuk po paraqet modelin e brendshëm. Ai thjesht po shton ligjërimi i tij është vijimi i veprimit të tij. Pra ligjërimi i tij po ashtu transferohet jashtë, vlera e modelit të tij ose forma e modelit të tij kalon jashtë dhe i puthitet veprimit. Në momentin që ai e mbron atë veprim. Dhe ja ku kemi që veprimi shndrohet në model të vetes vet. Ne mbajmë në kohën e pandemisë. Thonë që është akoma, po le të themi atë kohën le të themi atë kohën skizofrenike, ato 3 muajt e asaj karantinës karantinës të pa pranueshme me siguri. Dhe më vjen një gazetar me një kamerë edhe pyese njerëzit pse nuk pa maskë. Dhe njeriu shkret, çfarë do thoshte me fjalë, sepse ideja ishte që virusi është aty me fjalë, edhe kur flet hyn gojë. Çfarë do thoje, që s'maj maskë se kam qef që të infektohen? Kjo po ndodhte në kohë reale. Dhe ajo që thoje ti ishte ajo që kishte ndërtuar si model kamera me gazetarin, se s'kishte asgjë ke mendja jote që mund blente për ta shpjeguar veprimin. Pra, shqipin se sa shumë gjëra mund të interpretohen ose si në mënyrë adekuate, të plot, si veprime pa modele, dhe ose në mënyrë për afër, si veprime të tilla. Tani, problemi është që hiperrealiteti është një fenomen social, global në një farë mënyrë, dhe një shoqëri kërcënohet prej hiperrealitetit kur pjesa më e madhe, pjesëtarët e asaj shoqërie, pjesa më e madhe dhe primeve të tyre i kryejnë pa modele. Më duhet ta them, ndoshta në mënyrë mund duhet pa besueshëm ke kjo, po unë kam bindje që shoqëria shqiptare është në këtë drejtim.
përmes interferimit të mediave, televizionit, rrjeteve sociale, në siguri dhe politikës, dhe institucione përgjithësi dhe shkollimit, në mënyrë se funksionon institucione dhe arsimimi përgjithësi, janë të gjitha promovuese dhe kultivuese të hiperrealitetit, dhe ajo që e pëson është publiku. Masa e vetëdijshme e shoqërisë shqiptare janë fëmijët që po rriten, apo të rit që janë duke zbulu për herë parë formën e mendjes vetë në një farë mënyrë, të cilët janë më të kërcënuar nga ky kultivim në rritje, ky ekspansion në rritje i veprimeve pa modele në rubrikën e hiperrealitetit. Po paturpsia, se ky ishte rasti, ishim për paturpsi, është rasti sot. Paturpsia është po ashtu një praktikë e vjetër për fat keq, është një gjë e shëmtuar, një gjë e neveritshme, po e njohur, ose hiperrealitetin po e supozojmë si një gjë që është emërtuar si fenomen i ri në postmoderne. Po paturpsia është praktikë njerëzore e njohur. Sa ka pas njerëz, ka pas paturpsi. Çfarë është paturpsia në vetvete? Para së gjithash është një veprim individual. Po që se duam ta ndajmë paturpsinë nga hiperrealiteti, mjafton edhe vetëm kaq. Hiperrealiteti është një veprim kolektiv. Njerëzit në hiperrealitet mund bëjnë veprime që si kat mendja, ato nuk e ndjejnë veten se duhet të vi turp, sepse nuk i bë ato me qëllim që një publik të duartrokas pretendimin e tyre që veprimet duhet bëhen pa modele. Dhe kjo kuptohet tani, ose kjo shërben për të kuptuar mirë paturpsinë. Paturpsia si rregull është veprim individual, bëhet nga një person. Dhe bëhet me qëllim, që do thotë, i paturpshëm është ai i cili bën një veprim pa model, se kjo u mor vesh, paturpsia është të kryesh një veprim pa model. Po e bën atë në mënyrë qëllimshme. Tani, unë jam këtu dhe jam i rrethuar me njerëz. Nëse duke, po marrë shembull, mund të duket i çuditshëm, po nga halli do përdorim edhe shembull të çuditshëm. Pra, duke ne tani, në personin që kam afër, gjëja e parë herë që bëj ka përcej distancën, ka një distancë, ka një aurë, çdo njeri, ka një aureole. Keni parasysh ato shenjtorët e traditën kristiane që kanë atë rrethin e dritës kështu? Nuk po a them në atë kuptim, po a them në kuptimin social. Secili prej nesh ka aurën e vet, do thotë një dorë, një kokë, nuk mund të afrohet 5 gisht afër fytyrës time pa lejen time, edhe të merret si e vetë kuptueshme, apo jo. Është më një herë një lloj shkelje territori. Territori im nuk është lëkura ime. Është edhe gjithësi përtej saj, gjithë ne e kemi këtë rrit. Madje dhe Karzai vetë që një përfshirë, dhe në qoftë se unë duke fal, zgjas dorën edhe në fus poshtë gushës dhe kili kos. Sa shembull është i çuditshëm. Kili kos edhe që kam tu afër, është e trazoj te gusha. Edhe vazhdoj bisedën unë. Me fjalë sikur s'ka ndodhur asgjë. Në qoftë se unë të bëj, sipas thojë, një impulsit momentit, sepse e du fort atë personin ose du të luaj me atë, kjo hap debat. Po në qoftë se unë të bëj thjesht sepse du ta bëj. Thjesht përmes kësaj unë du të ndikoj te ky person në mënyrë të pamishme. Po e bëj këtë pa mbështyrë i tërë, pa më drejt qerpiku në një farë mënyrë. E bëj me vetdije. Çfarë duke bë? Janë duke thonë, a është model i përbashkët që ka një hapësirë të shenjtë secili për rreth vetes vet, që nuk ka përcehet në mënyrë arbitrare, po nëse ka përcehet duhet një konsensus nga tjetri. Pra nëse i thu tjetër, nëse do të puthësh dikë, duhet të kesh ide paraprakisht, do që ta puthësh ti apo jo. Nuk ta puthësh duke i shkuar fytyra jote ke fytyra e tij pa leje. Në këtë rast bëhet fjalë për paturpsi, me siguri. Momentin që e bëjmë këtë, dhe e bëjmë me vetdije dhe ngulim këmbë, që është normale që ta bëjmë. Ky është veprim i paturpshëm. Dhe ai që e bën këtë është i paturpshëm. Po pse kush është kuptimi i kësaj? Ai që e bën këtë ka për qëllim të thotë atij që po e pson paturpsinë e këtij. Vetës po atij dhe publikut që tu s'ka asgjë për të menduar. Çka ka këtu për menduar?
Lëreni menjen në një anë, lëreni gjithë çfarë dini gjithë bashkë, se nuk u hyn punë. Ja, shi sa lezet që ka. Edhe tregon veprimin e vet me disht, ngulkon të theksohet, e fotografon për ta treguar edhe herë tjera. Sepse veprimi është modeli, nuk mjafton veprimi ta shohësh, ai është, s'ka gjë tjetër për vetë. Dhe kur njeriu e bën këtë në vetdije, dhe ngulkon te kjo, dhe e përsërit këtë, dhe krenohet me këtë, ky është i paturpshëm. Dhe sa më larg jemi prej këtij, aq më mirë është. Dhe sa më pak njerëz të tillë ka, aq më mirë është. Dhe sa herë që konstatojmë të tilla veprime, duhet mbajmë qëndrim. S'ka asnjë mundësi që paturpsia të vetë ndreqet. Dhe s'ka asnjë arsye për iluzion se paturpsia është e padëmshme. Është gjithmonë e dëmshme dhe s'ndreqet kurrë nëse nuk ndërhyn. Dhe nëse e lëm, ajo bën dëmet e veta derisa të ketë frym. Shembulli që kam sjellur në shkrim për këtë është shembull perfekt në kuptimin teknik të fjalës, sepse për sa po flasim nuk ka asgjë perfekte. Është rasti i kryeministrit të vendit. Kam sjellur një shembull që e din gjithë, është një fakt publik. Në një fushatë elektorale, si ishte kryeministri atëherë, kandidat për kryetar bashkie, ndoshta fushata e dytë apo e tretë e tij për të zgjedhur krye bashkisë së Tiranës, i nxjerrin foto ku ky kishte dalë i zhveshur. Ju do thoni po mirë, gjithë njerëzit kur janë bebe, 1 vjeç, 2 vjeç në plazh i fotografojnë nga kuriq. Ky është problemi, ky ishte bebe, aty nuk ishte 2 vjeç, po ishte bebi i madh. Ishte bebi i madh, ishte 30 vjeç. Ndoshta edhe më shumë, nuk e di se sa. Ishte mbi pubertetit, po e thënë kështu. Mbi moshën e pubertetit. Dhe ishte edhe veti i dytë, ishte një person tjetër. Edhe ai i zhveshur. Dhe ishte edhe veti i tretë. Sepse këto do ishin fotografuar nga dikush që ishte aty. Kur ka qellu ta bëjtë si bisedë me njerëz, të cilët mbrojnë të drejtën të votojnë të tillë politikanë, më kanë thonë që është çështje personale, është çështje private kështu me radhë. Ashtu mundu ta paraqiste edhe kryeministri kur ja plasën në publik, sepse kishte luftë politike, me siguri. Po si mund të jetë një gjë personale, një gjë që bëhet në hapësirë të hapur, në buzdetit. Larg, harrova të thoja, fotografia larg kishte silueta njerëzish. Ishin distancë, njerëz të tjerë. Ai mund të jetë një plazh lakurisanie, nudistësh. Dhe një plazh nudistët, ja, me qëra llafja, është një hiperrealitet. Një plazh nudistësh është një hiperrealitet. Është e vërtetë që njerëzit, nëse 100 veta, 1000 veta thonë do të zhvishemi gjithë lakurish dhe do rrim gjithë kohës lakurish, është e vërtetë që ato nuk në mënyrë ose në tjetër kalojnë në një mënyrë tjetër të qeni, në një nivel tjetër qenie, ndoshta ato nuk e njohin më turpin ose nuk u duket si turp ajo. Ne kemi një argument fort në fe për këtë. Kemi hadithin e Muhamedit alayhis salam që i thotë muslimanëve, i thotë që ditën e gjykimit gjithë njerëzit, ai ditë që do zgjasë 50.000 vjet, gjithë njerëzit do jenë zhveshur para Zotit vet. Dhe Aisha e pyet Muhamedit alayhis salam, thotë, "Si ka mundësi reagimi natyrshëm? Do kemi turp ne?" Nuk do ketë njëri menjen këtë turpi, thotë Muhamedi alayhis salam, se secili do ketë hallin e madh. Me këto terma që po e shpjegojmë ne edhe, dita e gjykimit është në një farë mënyrë në këtë aspekt një lloj hiperrealiteti, mos harroni tjetër gjë. Për shembull, në ditën e gjykimit do flasin gjymtyrët, pra njeriu do mohojë, thotë se kanë bërë. Do flasin dora që ka bërë gjunafin, do flasin gjymtyra njeriu që ka bërë gjunafin. Hiperrealitet është ajo. Ai momenti. Sepse veprimi në një farë mënyrë ose më saktë, modeli do dëshmojë për veprimin e vet. Do ta komentojë atë që ka ndodhur, ose do ta dëshmojë atë që ka ndodhur. Po mos harrojmë që dita e gjykimit nuk është hiperrealitet në kuptimin e gjykimit përgjithshëm, sepse është pikërisht e kundërta. Pra, në bazë të modeleve të zbritura në Kur'an, edhe që njerëzit dhe mendja e njeriu i ka ditë, do gjykohet besimi i secilit. Por njerëzit nuk do kenë turp. Për sa i përket lakurisisë, pse? Në atë aspekt është një lloj hiperrealiteti. Dhe pse e përmend atë, për të thënë që hiperrealiteti nuk është me domos paturpsi, ndërkohë që paturpsia është gjithmonë hiperrealitet.
Le të marrim duke e zhvendos analogji me ditë e gjykimit dhe me këtë që po themi dhe me shembullin që morëm nga kandidati për kryetar bashkie të Tiranës në 2003, nuk e di ku kanë ndodhur ajo që tha në foto. Për shembull, ne shohim sot që rrugët e qyteteve tona janë të mbushura me kryesisht pjesa femërore, me vajza të veshura, me gra, madje të veshura në mënyrë të pabesueshme, me fjalë praktikisht nëse kur them pabesueshme, nëse do vinte njëri nga shekulli i 19 në qytetin tonë, ai s'do i besonte syve, do të thotë ç'është kështu. Keni parasysh atëherë njerëzit bisheshin edhe mbërtheheshin deri në fund, burra dhe gra. Ndërkohë që neve na është bërë normale. Dhe çfarë ndodh me gratë që bishën praktikisht të zhveshura, pra bishën sa më pak që tjetë e mundshme, zbulojnë pjesë përndryshe të pamundshme, po i zbulojnë në mënyrë të natyrshme. A janë pa turpshme? Jo. Ato kanë turp, pjesa më e madhe tyre me siguri ka turp. Qofse ato pësojnë agresivitet në këtë aspekt, në aspektin e sytjes së molestisë e kështu me radhë, ato preken, ato qajnë, ato mërziten, ato traumatizohen. Pra e njohin logjikën e faktit që nuk mund bëhen veprimet pa modele, nuk mund bëhet veprimi i vërtetë vetëm ka që bëhet, edhe sa gale se nuk shoqërohet me një referencë në mendje. Po si atëherë shkojnë deri në këtë pikë? Shkojnë sepse tu nuk kemi bëjmë me paturpsi, kemi bëjmë me hiperrealitet. Do thotë, në mas të gjitha gratë dhe burrat e një shoqërie thonë, mini fundi nuk ka atë kuptim që i vazhdon një herë një kohë. Thjesht është aty, ja shite, ja ajo është. Çfarë do japë, çfarë kuptimi do japë? Thjesht i pëlqen. Shife, kaq, është një gjë që shifet, nuk është një gjë që mendohet. Madje thonë, ti që e mendon, je i djallëzu, pse që mendon gjëra të këqija ke mendja? Pra, janë duke thonë, pse i përdor modele ti? Me këtë strategji është leju një dozë, një nivel lakurisie praktikisht në limite që se di ku mund të shkojmë më, është lejuar që të jetë i përditshëm, i përhapur, familjar, njerëzit familiarizuar me të. Nëpërmjet kujt praktiket, veprime pa modele, por ku kjo ndodh në mënyrë masive dhe gjithë shohin ke secili të njëjtën, atëherë kjo nuk është më paturpsi, por është hiperrealitet. Pra, një diferencë e mjaftueshme për nda e përmend e thash parë. Hiperrealiteti nga paturpsia është hiperrealiteti është gjithmonë një praktikë kolektive. Kurse paturpsia është gjithmonë një praktikë individuale. Është një person i cili është shejtanizuar deri në atë pikë, saqë i bën si të natyrshme gjëra që gjithë tjerët i konsiderojnë të pamundshme. Dhe pse të kthehemi tani te shembulli jon, pse ishte e rëndësishme dhe pse thash që e kemi si me porosi shembullin e kryeministrit, sepse është i pari këtij vendi, është njeriu më i rëndësishëm në këtë vend, nga pikpamja politike dhe për fat në një farë mënyrë nga pikpamja kulturore, nga pikpamja institucionale dhe për fat edhe nga pikpamja kulturore. Që me siguri ai do iki edhe mas ca vitesh do harrohet edhe njerëzit nuk do ta përmendin. Sepse kjo është natyra e kësaj pune. Po për momentin është i rëndësishëm përmes këtij imponimi. Nëse ky njeriu më i rëndësishëm në moment në shoqëri e ka pasion paturpsinë, pra e synon si mënyrën e vet kryesore të ndërveprimit me tjerë. Dhe gjatë kësaj kohe ai formalisht pretendon që të marrë pëlqimin e njerëzve për të saj është njëri që votohet. Periodikisht, çdo 2 vjet. Ka fushat, zgjedhje lokale, zgjedhje përgjithshme. Ai del me të dyja palë zgjedhje, i di Shqipërisë për qark. Dhe nëse njerëzit e votojnë, duke ditë që paturpsia është, le të themi, procedura kryesore në cilën ai ndërvepron në shoqëri, atëherë ose versioni për të shpjeguar, versioni keq, paturpsia është bërë diçka që njerëzit e pëlqejnë, unë s'du të besoj këtë si shpjegim, ose është ajo që e besoj më shumë, që të mpirë prej hiperrealitetit, ku veprimet pamundshme pranohen në masë prej gjithëve nga që bëhen prej gjithë, shërbejnë si amortizues, si ndërmjetësues, si
le të themi, domestikues të njërit prej nesh, për shoqërinë shqiptare, i cili në mes të mexhlisit, në mes të gjithëve, bën në mënyrë të vazhdueshme veprime të paturpshme. Ju e keni parë në mes fushatës elektorale, ai nxjerr njerëz me gishtin e mezit. Që është një gestikulacion i fundrrinave. S'mund të jetë gestikulacion i njerëzve që i ka shku gjithë kamerat e këtij vendi për ta filmuar. Për çfarë? Për të parë gishtin e tij të mezit. E bëj se mund ta bëj. Kjo është deviza e paturshme. Jo se duhet. Jo, pra, unë e bëj këtë veprim se duhet ta bëj, ai nuk thotë se duhet ta bëj. E bëj se mund ta bëj. Kush më pengon? E bëj në fushatë elektorale, bujrum, votoni kundër. Dhe në momentin që nuk votohet kundër, i del që ai mund bëj çfarë doj se mund ta bëj. Dhe kjo nuk është e vërtetë në fakt, sepse duhet me i dhënë zemër vetes në këtë mënyrë. Unë besoj se ai votohet, ai sa votohet, edhe do votohet gjithmonë, sepse janë dhe arsye tjera politike, gjeopolitike madje, kulturore, që i bëjnë njerëz të votojnë majtas së djathtas. Por është vërtet edhe pjesa tjetër që me kontrollin e neveritshëm dhe të paligjshëm të territorit, ju dini patronazhist, pare të hedhura, maravit që kërcënojnë me kështu me radhë, ai fiton ato votat, por përmes fitimit atyre votave jep këtë përshtypje dhe për këtë duhet të rrihet mendje. Që paturpsia është një model që funksionon. Paturpsia është një model dhe mund ta shohim fëmijët, mund ta shohim të rinjtë dhe thonë, "Ore, për të bërë suksesshëm, u dashka me qenë i paturpshëm." Në fakt, jo vetëm se është i paturpshëm, po se edhe është kriminale struktura që kanë ndërtuar ai për të mbledhur dhe për të inxhinieruar votën e njerëzve në kohë fushatas elektorale. E kam përmend aty. Shembja e teatrit kombëtar. E mbani mend se si u shfaq, u ngritën në mëngjes edhe na thanë u shemb, edhe e pam gjithë për televizion. S'kishte kuptim. Mendja e shkret ngeli e paralizuar, ç'është kuptimi tjetër asaj. Kishte 2 vjet që njerëz që s'kishin asnjë interes. U shkelën me kam. Nuk u pyet. Kujdes, është shumë e rëndësishme. Njerëz të cilët a priori ishin jashtë konfliktit interesi. Ato njerëz që shkuan dhe ruajtën teatrin, nuk ishin në konflikt interesi. Po të ishin dhe ishin treguar me gishtë dhe ishin delenis. Nuk doshin të përfitoshin as para, nxorën para nga xhepi i tyre, nga nerva, dhe minuta dhe orë, nga jeta atyre që të mbroshin atë. Se konsideroheshin drejt, kishin një model në mendje. Dhe këmbgulja për ta shenë nga njerëz që haptas ishin konflikt interesi, se gjithë e dishin se për çfarë po bëhesh ai. Pse e bëri këtë? Për të shkatruar mendjen e tyre, dhe mendjen tonë që ishin publiku i gjithë kësaj. Për ta thënë gjithë modelit që keni ju nuk vlen, mënyra si mendoni ju s'ka kuptim, ç'e doni? Ja shihni, eskavatori, sa shpejt e rrëzon. Dhe unë kam përmend aty si teknikën e parë të përkthimit të një veprimi pa model. Kur fokusohet e gjitha aty dhe veprimi bëhet me një intensitet lartë, siç ndodhin aksidentet. Po ky është një aksident i programuar. Ky është lloji i parë, tipi i parë i veprimeve që induktojnë paturpsinë në nivel individual dhe hiperrealitetin në nivel kolektiv. Dhe për këto është specializuar kryeministri jon. E dyta është ajo për cilën më shumë është specializuar një tjetër politikan shqiptar i rëndësishëm që është zëvendësi potencial i kryeministrit në kryebashkisë Tiranës. S'po e përmend emrin për arsye higjienike, jo se për arsye tjera. Ju e keni parasysh ajo mbjellja pemëve që bënte ai dhe vazhdon ta bëj. Me fjalë ajo neveri e pambarim televiziones që filmoshin pemët që mbjell të hys. Si funksionon kjo punë? Ose pse ai sa ka funksionuar? Kush është kuptimi? Pema e radhës që do mbjellet mund të shërbejë si model për pemën që u bë përpara. S'kemi për modele. Pemët janë modeli njëra tjetrës. Ja ku ke modelin para syve. Kemi hiperrealitet dhe paturpsi kur modeli nuk në mendje rri në një anë, nuk përdoret, dhe kujdes, nuk zhduket sepse në natyrën e njeriut është që duhet të ketë një gjë të përgjithshme dhe një gjë të veçantë. Një veprim që bëhet edhe një model kur referon. Dhe nevoja e njeriut për modele nuk zhduket, nuk shkatërrohet, po çfarë ndodh? Ndodh një operacion
në pamje parë i pa rrezikshëm. Modeli kalon nga brenda jashtë. Momenti që modeli kalon nga brenda jashtë, pra maketozohet, siç thamë në rastin e arkitekturës, ose siç thamë në rastin e varit në futboll. Pra, veprimi shërben si referencë për veten e vet. Do të thotë, po desh të kuptosh veprimin, thao të veprimin. S'ka gjë tjetër kuptimin e tij. Ai vetë është dhe kuptimi vetes vet. Dhe kur njëri përsërit të njëjtin veprim për herë, mbjell 5 pemë sot, mbjell pastaj 5 pemë tjera nesër, është duke thënë që veprimet kanë modele, po ja, modeli i veprimit që ju duk se s'kishte model, dje, bolla një pemë që ju se kuptu pse duhet ta shifit gjithë, është se sot do mbjelli pemë tjetër, dhe to dy pemë shërben si modeli njëra tjetrës. Kjo është absurd në infinit. E vërtetë është që funksionon. Sepse propaganda, ekranizimi i gjithçkaje, koha e stërmadhe që në televizion të përsëritën, bën që shumica e njerëzve të jenë të paaftë që të kuptojnë se çfarë po ndodh në realitet. Ai që po ndodh është zvogëlimi në mënyrë të vazhdueshme, të frikshme i kapacitetit të mendjes për të përdorur modelet, për t'i dhënë kuptim, për të interpretuar realitetin, për të ndikuar realitetin, për të zhvilluar realitetin, për të ndrejtë botën, për të ndrejtë shoqërinë e kështu me radhë. Shkoj gjatë, po më duhet ta them edhe pjesën e fundit, që do të thotë që korrespondon me pjesën e tretë të shkrimit. Gjithë këto, edhe ajo që thon për realitetin, edhe ajo që thon për paturpsinë, ka vlerë në qoftë se kuptohet si një kritik për elitën. Që do thotë, shoqëria, çdo shoqëri ka të paktën 2 shtresa për herë. Është ligji i Zotit, nuk është një gjë që herë ndodh, herë nuk ndodh. Zoti kështu ka dashur të jetë. Një grup i vogël njerëzish, një grup i vogël, Zoti i jep gjithmonë më shumë atribute, më shumë kapacitete, më shumë dhunti, më shumë inteligjencë, më shumë vullnet se pjesës madhe njerëzve, masës. Po nuk ja jep për sytë e bukur. Ja jep për t'i bërë sprovë masën për elitën dhe elitën për masën. Dhe përmes kësaj sprove të reflektojnë dhe përpiqen që secili prej tyre të bëjë maksimumin për të ecur përpara. Zhvillimi i qenieve njerëzore, përmirësimi i qenieve njerëzore dhe shoqërisë, që është qëllimi i vërtet i faktit që Zoti na ka dhënë fe dhe na ka prur profet, nuk është dhënë dhuratë. Kalon përmes provave, kalon përmes nevojës, lëpirimit, i qenit njerëzore të ka përcejnë veten. Ka përcejnë veten dhe ai që është poshtë, ai që është lart. Dhe ai secili ndaj sa ka. Ne e dim, Zoti nuk kërkon më shumë, nuk kërkon prej askujt më shumë se sa është mundësia e tij. Dhe nëse politikanët janë të prirur në mënyrë të pashmangshme në një farë mënyrë, jo vetëm sot, por në gjithë historinë, janë prirur që përmes veprimeve akute ose paturpsisë të induktojnë tek masat hiperrealitetin, sepse këto kanë nuk kollaj të qeverisin, dhe nuk e kanë problem që dëmtojnë me këtë mendjen e të qeverisurve, që ose politikanët e kanë këtë tendencë të verifikuar historikisht, elitat janë aty për ta bllokuar këtë tendencë, për të ruajtur masat nga efektet e papranueshme të veprimeve pa modele që nisin qeveritarët drejt miletit vet. Qeveritarët këtë do që populli mos ketë modele, po të veprojë në bazë asaj që sheh. Mos mendoj po të shofi. Qevetaria aty kryesohet jetë shikimi, jo mendimi. Po elita prandaj është. Ose në sakt, kush e bën këtë është elit. Kush ndërton këtë tampon dhe nuk lejon që energjia negative dhe shkatërruese e veprimeve pa modele të nisura lart prej qeveritarëve të kalojë poshtë në masë. Se masa gati është, e thon ndryshe, një pikë ujdo. Është shumë kollaj ta kalosh masën në familiarizim me veprimet pa modele. Që për realiteti është, le të themi, prirja parë e masave. Dhe elitat, për ato do të gjithmonë fjalë, po të jenë ato në rregull, është në rregull e gjitha, po mos jenë ato në rregull, nuk është në rregull asgjë. Pra, elitat kanë për detyrë të
përballen me qeveritarët, edhe duke rreziku gjithçka, pa rreziku kjo s'bëhet. Këtë parë dhe detyrë tjetër kanë të edukojnë masat dhe t'u bëjnë atyre të padëshirueshme, praktikisht të neveritshme, prirjen e tyre për hiperrealitet. A mund ta konfirmojmë se bën këtë elita sot me shqiptare? Ju i keni përditur për televizione dhe e shihni që përmes Partizan Bllokut, pra do të duke bërë palë me një parti apo me tjetër, me një politikan apo me tjetrin, në thelb bëjnë hiperrealitet. Si e mbrojnë ato një veprim të paturpshëm të një politikani? Ai politikani mund mos e bërë nga paturpsia, mund ta bërë edhe nga presioni si veprim akut. Ja ashtu siç thamë ne, duke treguar me gisht e duke përsëritur 100 herë, duke thënë që s'ke çka kërkon tjetër, ja ajo bë, ajo kuptimi i tij. Shihni pasojat, ja mbledh edhe pasojat e ajo është kuptimi i tij. Po mirë mendja, po lore mendjen, ja ku e kemi mendjen para syve. Është bën mendja diçka jashtme. Supozohet, ose thënë ndryshe, supozohet që e jashtmja nuk ka më nevojë për mendjen, se mendohet vetë. Dhe ne mund të themi, po mirë, elita e shoqërisë shqiptare nuk e bën këtë. Po elita muslimane shqiptare, çështja është kjo. Nuk mund t'i ikim. Ja ku e kemi edhe me siguri që elita muslimane shqiptare është tjetër gjë, dhe është me siguri e nderuar, sepse nuk bën të tilla le të themi shërbime siç bën kjo elita tjetër, por deri tani nuk ka qenë e gatshme të japi shërbimin e vet publikut të gjerë shqiptar. Pra, që do të thotë, bëj këtë që po themi ne tani, në një farë mënyrë. Të flasi për paturpsinë, të flasi për hiperrealitetin, flasi për dëmtimin që po i bëhet mendjes së njerëzve. E përmenda herës që shpoj, ruajtja e mendjes është një nga 5 qëllimet e shariatit. Pjesa e zgjedhur e shoqërisë muslimane, e grupit muslimanëve shqiptar, është praktikisht e gatshme të mbrojë për herë jetën, që është, më falni, të mbrojë gjithmonë fen, që është një nga qëllimet e shariatit, mbrojë fen, besimin, mbrojë nderin, edhe për këtë është e gatshme të mbrojë nderin e muslimanëve po të tjerëve, dhe shoqërisja është e gatshme. Po, le të themi, në mbrojtjen e pronës, nuk është aq e gatshme. Këtu prona është bërë ne e dim, një abuzim pa besueshëm do të vazhdon të bëhet, dhe në fakt nuk ngrihemi të mbrojmë të shpronësuarit apo të vjedhurit apo të grabiturit. Po e lejmë edhe këtë, se është një çik si shumë konkrete, po për mbrojtjen e mendjeve të njerëzve, elita muslimanëve shqiptar e ka obligim fetar që ta bëjë. Da bëj përmes Kuranit, dhe ju keni referencë aty edhe në Kuran, më kam sjellë një citim nga libri vllajt ton, Gerdemerit, një citim nga një shkrim i tij për popullin e Faraonit. E keni aty dhe unë s'pa përsëris, kush do më shumë mund ta gjejë edhe librin e Gertit. Për me tregu që edhe në Kuran na tregohet kjo. Zoti thon në Kuran që populli i Faraonit e dominoi popullin e tij, duke e bërë atë të kishte mendim të ulët për veten, mendim të pakët për veten, mungesë vlerësimi, duke e bërë atë, po si mund ta bësh tjetër që mos ketë vlerësim për veten e vet. Po ja pra duke i thënë që unë e bëj veprimin, do ti s'ke çfarë bën veprimin ti. Të le verdis ta pranosh. Pse po të casësh në natë? Çfarë do bësh? Edhe po e ka përcjellë edhe këtë, vjen një moment që e pranon nga halli, pastaj vjen një moment i dytë që e pranon nga shefi, se u mësove me pranu gjërat e papërtypshme, si normale, edhe këtë bëhet pastaj në mënyrë jetese. Pastaj ti sundohesh pambarimisht. E kjo është në Kuran, në një farë mënyrë nuk kemi nevojë për Bodriarin. Po ja që pas kemi nevojë për Bodriarin. Se në Kuran e kemi pas, po si kemi thënë këto. Po për çfarë kemi nevojë për Bodriarin? Që të hedhë dritë më shumë, ke ato gjëra që ne i dim, i kemi tonat, po i lexojmë me perdet e syt. Na heqi perdet nga syri në farë. Bodriari vlen për aq dhe kushdo tjetër që ne dhe e njohim nga jashtë asaj që është tradita jonë, e qytetërimi jonë, njohuria jonë, e vërteta jonë, vlen për aq sa nuk kundërshton ato që është saktësisht e parathënë në burimet e fesë tonë. Por ndesh me to nuk merret, vetë kuptueshmërisht nuk merret.
Po qofse e konfirmon për pusët e çmë radhë, nuk do bim në kurthin e kollaj llokut, që thonë mos pas kemi nevojë, nëse e kemi ne kanë dhënë. Jo. Si mund të ushi gjë kaq pa lezet? Sa i ka lezetin? S'kam se ngjoj një gjë që e di për herë dytë, një gjë të mirë që e di për herë dytë, ngjoj për herë dytë, sa të përforcohet. Ngjoj për herë dytë, se nuk është si hera parë vetëm. Ngjoj për herë dytë, se ndoshta me një herë të tretë kthehesh prapë aty ku ishje, më mirë dhe më i plot. To gjëra dihen. Si mund të thuash që e pakta është më e mirë se e shumta? Ose si mund të thuash që e mjaftueshmja është e pakta. Jo, e pakta s'është e mjaftueshme, mund të ketë më shumë për të jasë. Ose je prova që me ato që ke, në argumentin tonë, influencon shoqëri. Se Baudrillard influencon në shoqëri me ato që thotë. Po ne influencon shoqëri me ato që marrim dhe dim për Kur'anin, hajtë të bëjmë këtë. Po gjithsesi ne nuk kemi pse e refuzojmë. Duhet ta them se e kam përballë Klajdin, ma kujtoi para 3 ditësh një hadith mrekullueshëm, ose 4 ditësh ose 5 ditësh, këto ditë. Që unë ka pas ditë. Si shumë hadithe që ne i dim. Urtësia është plaçka e humbur e besimtarit. Ai e merr ato ku ta gjej. Pra nëse ti gjen një gjë tek Baudrillardi, hadithi thotë është e jotja ajo. Ka humb ty e ka gjetë ai. Që thjesht po rinë në dorëzim. Ky është kuptimi i saj. Ky është kuptimi, pra ne nuk mund të themi nuk kemi nevojë për Baudrillardin. Jo, më e gjen ai tjetër, e gjen në anë, sepse Ibn Temja kam thonë që e ka thonë, se nuk ashtu e kam lexuar vetë, që nuk ka kundërshtim midis shpalljes dhe deduksionit mendjes. Mendjes shëndosh njerëzore. Ato gjithmonë shkojnë në një vend. Ibn Temja është më i madh i dietarëve tonë në përgjithësi. Dhe kjo përputhet me të që thamë. Urtësia është plaçk, gjë e humbur e besimtarit. E gjeti ai e merr, nuk pyet, ne dim kur të humb një gjë, kur gjeni gjë të humbur, kush e ka këtë? Jo, urtësinë po e gjetë, mos pyet kush e ka, ti e ke. Është e jotja. Të ka humb, e kishe dikush tjetër, shqyrëzoni do të kthy prapë te ty. Allah e shpëton. Allah ta bless pastaj. Shpresoj Abdullah që ta kesh më qartë, se ishte shumë pesimist se sa qartë ishte. Unë kam vetë nevojë për shembull. Vat më qartë. Ma shembull se Po. Qofse vëllezërit që po na ndjekin kanë ndonjë pyetje, ndonjë sugjerim, ndonjë shtesë, mund të ndërhyjnë. Pastaj të ndërhyjnë vëllezërit që janë këtu në sallë. Shpresoj të ketë qenë qartë dhe për ju. Mund të kemë çuna aty që mund të kemë gjë për fat, nëse s'ka ne. Unë për herë kam qef kur e referon atë që thu për paturpsinë ose për liberalitetin, referon ke sasansit e jetës pranore, siç po na besonte. Sa mund të bëj, po kjo është pasojë e varfërisë time në njohjen e argumenteve të fesë. Do pranoj dobësinë. Nuk e them me qejf, e them duke thënë që përpiqem ta plotësoj për të. Po. Ose kanë një të shumë. Dëshirë. Kur nisi kjo? Sa zjati jo? Ne pasoj 5 ditë. Një orë që e kam mësisht. Nëse ai që do të më shpajë në vetë tani, do të thënë çakatë në mend. Po normal. Që do s'ka një risk. Okej, nëse nuk ka njëri pyetje nga vëllezërit që janë online, atëherë pa mbyllëm. Se ne mund të diskutojmë edhe vetëm, më thënë, pa ju marrë nga koha juve më. Mirë, Allah e shpërblet.
Subhanakallahumma hamdi, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Selamun aleyküm Nur Bey. Okay,